Territori i Kosovës për datën 28 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm, me ekthjellime dhe intervale të gjata me diell. Vetëm në relievet malore i gjatorëve të pasdites mund të ketë vranësira të lehta kalimtare pareshja. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 28 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 18 deri në 35 gradë Celsius. Podujev 17 deri në 34 gradë. Skënderaj 18 deri në 35 gradë. Pej 18 deri në 35 gradë. Prishtinë 18 deri në 35 gradë. Gjakov 19 deri në 36 gradë. Malishev 19 deri në 36 gradë. Qilan 18 deri në 35 gradë. Ferizaj 18 deri në 35 gradë. Kaçanik 17 deri në 34 gradë. Suharek 19 deri në 36 gradë. Prizren 19 deri në 36 gradë Celsius.